Motra e ish-finalistit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Mateos, Casey, i ka bërë një dhuratë të dashurës të vëllait, pra Brikenës, e cila po ashtu është ish-banore e shtëpisë më të famshme. Por shumë shpejt qarkulluan videot e fotot ku shihet Brikena duke pranuar buqetën e madhe me trëndafila nga motra e Mateos. Nga ana tjetër, edhe Mateo publikoi videon duke shkruar: "Meriton gjithë botën zemra ime, të dua", ku në foto duke motra e tij, teksa e dhuronte lule Brikenës në një pamje që me të vërtet i lumturoi fancat e dyshës. Na duhet të kujtojmë se Mateo luftoi shumë përgjatë gjithë qëndrimit në shtëpinë të famshme për të fituar dashurinë e Brikenës dhe me sa duket, tani ata të dy nuk po ndahen, duke krijuar një çift shumë simpatik për publikun, ku na duhet të themi se kanë krijuar një fanbase të konsiderueshëm, duke e bërë Mateon dhe Brikenën çiftin më të komentuar në showbizin shqiptar. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.